do të ndërtojnë kapacitetet të reja të ujë të pijes 200 litra në sekond, do të ndërtojnë 4 impiante biologjike për trajtimin e ujrave të zeza. Gjatë mandatit të ardhshëm 4 vjeçar kam listuar një numër të projekte të cilat planifikojmë që të realizojmë. Dhe atë finalizimin e tranzitit të qytetit, që është një projekt me një vlerë rreth 8.5 milion euro, që ka filluar dhe do të përfundon në fund të vitit 2026. Do të bëhet hartimi i projektit teknik për ndërtimin e impiantit për trajtimin e ujrave të zeza, i cili është një projekt që ka një kosto rreth 10 milion euro. Do të ndërtojnë kapacitetet të reja të ujë të pijes 200 litra në sekond, do të ndërtojnë 4 impiante biologjike për trajtimin e ujrave të zeza në të gjitha lokacionet ku nuk ka konfiguracion, do të thonë nuk mund të aplikohet rënja gravitative e ujrave të zeza. Do të bëhet hartimi i studimit të fizibilitetit për ndërtimin e ngrohjes qendrore në qytetin e Klinës. Do të bëhet aktivizimi i qendrës rinore afër palestrës Adem Jashari, ndërtimi i një parku rekreativ afër shkollës së mesme teknike Fehmi Agani. Do të ndërtohet një qerdhe e re në lokacionin Dërsnik Dolc, do të ndërtohet një shkollë e re në të njëjtin lokacion dhe me palestër sportive, do të ndërtohet një shkollë e re në Zllakoçan dhe do të fillojmë përgatitjen për të kaluar në mësim tërditor njerë me pilotu në qytetin e Klinës dhe pastaj në tërë territorin e komunës së Klinës. Do të bëhet rregullimi i shtretërave të lumejve në tërë gjatësinë për mbrojtjen nga vërshimet, po të njëjtën kohë do të ketë edhe shtigjet e ecjes dhe rekreative. Do të bëhet ndërtimi i një nënkalimi në lagjen e Dugazinit. Faleminderit.